Thënie nga Sami Frashëri. Sami Frashëri ishte shkrimtar, filozof, dramaturg dhe aforist. Citojmë 10 thënjet e tij. 1. Duhen shumë mend që të mund të shoqërohesh me njerëz pa mend. 2. Shqiptari është shqiptar para se të jetë musliman ai krishter. 3. Fjalët e keqëdashësit janë si qymyri, që edhe pos të dogjen të nxijnë. 4. Liria është thelbi i shpirtit dhe i mendjes. Aty ku nuk ka liri, mendja dhe shpirti thahen si bima pa ujë. 5. Nëse do të mbjellësh për një vit, mbill misër e grur. Nëse do të mbjellësh për gjithmonë, mbill arsim e kulturë. 6. Njeriu i lig i ngjan thesit të qymyrit. Jashtë i zi, brenda akoma më i zi. 7. Kalbën njerëz të ndershëm atje ku lartësohen kriminalët. 8. Njerëzit ndryshojnë prej njëri tjetrit nga koka, jo nga këmbët. 9. Po deshe të hakmerësh kundër një gruaje, lëvdo syt e një gruaje tjetër. 10. Dashuria para dheun lind nga dashuria për familjen.